Dje rreth orës 11:30 në rrugën Boris Kidriç në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 18 vjeçarin SM nga Shkupi për shkak se gjatë kontrollit të kryer i është gjetur dhe konfiskuar marijuan, ndërsa pas kontrolleve të kryera u konstatua se ndaj tij ishin lëshuar 3 urdhër arreste qendrore për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale nga neni 242, 235 dhe neni 236, paragrafi 1 i kodit penal. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të përgatitet kallëzim përkatës. SM është dorëzuar në gjykatën themelore Shkup. Dje rreth orës 17 në rrugën Goce Delçev në Tetov është privuar nga liria 32 vjeçari SHR nga Tetova në ndyshimin se i ka shitur drog personit SM. Ai është ndaluar në stacionin policor të Tetovës për procedurë të mëtejshme dhe kundër tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 14:10 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri rrugore Tetov kanë privuar nga liria 42 vjeçarin BD nga Shkupi. Gjatë kontrollit të komunikacionit, zyrtarët policor kanë ndaluar veturën e pasagjerëve Volkswagen Golf me targa të Shkupit, të cilën e drejtonte dhe pas marrjes së masave është konstatuar se i njëjti është nën efektin e alkoolit. Përkatësisht alkooli në gjak ka qenë 2.15% promil. Pas dokumentimit të plot të ngjarjes, ndaj tij do të ngrihet akuzë në bazë të nenit 297A të kodit penal, drejtim mjeti në mënyrë të pakujdesshme. Dje rreth orës 18 në rrugën Momir Andonoski në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gostivarit privuan nga liria 23 vjeçarin DM nga Gostivari, duke e vepruar pas kallëzimit të mëparshëm të ish të dashurës së tij 18 vjeçare, se i njëjti ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj saj dhe e kërcënonte për një kohë të gjatë. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 8:45, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar arrestuan personat AS 53 dhe AM 38 vjeç nga Gostivari për prishje të rendit dhe qetësisë publike, duke debatuar me njëri tjetrin dhe duke shfaqur sjellje agresive. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21, zyrtar policor të Gostivarit kanë gjetur të miturën SA 14 vjeç nga Shkupi, e cila ka qenë bashkë me një të mitur nga Gostivari, për të cilën nëna e saj ZR nga Shuto Orizari Shkupit paraprakisht kishte raportuar se ishte larguar nga shtëpia. Në bashkëpunim me përfaqësuesin e qendrës për mirëqenie sociale të Gostivarit, ajo i është dorëzuar nënës së saj.